رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, ne me emrin Allahut Azza wa Jall edhe më tej vazhdojmë të flasim mbi serialin e titulluar Kushtet e fjalës La ilaha illallah. Duke lutë Allahun Azza wa Jall që ta ban këtë fjalë të dobishme për ne ditën kur takohemi me Allahun Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, kjo është dersi 15 me radhë që flasmi këtë serial duke lutë Allahun Azza wa Jall që këta kushte që Allahu i kërkoj nga robët e tij të na ban prej atinve që i kuptojmë dhe i përfillmi zbatojmë. Pra kjo është kushti i parë që do të flasmi inshallah mbi kushtin e parë të fjalës La ilaha illallah sipas ehli sunnetit dhe xhamatit. Dhe mendojmë se ndoshta bile kena tepru në aspektin që kemi folë në hyrje të këtij serialit, megjithatë kemi parë të domosdoshme që të njehemi me disa elemente, disa rregulla të ehli sunnetit dhe xhamatit. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, treguam në derset e kaluar sepse ehli sunneti dhe xhamati i dhanë rëndësi këtyre kushteve, nga se ne të gjithë e dimë se fjala La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah është një kontrat që lidhet mes robit dhe Allahut Azza wa Jall. Dhe është mendoj normal që çdo kontrat të ketë kusht. Nëse dëshiron njeriu që ajo kontrat t'i sjell dobi, pra me shqiptimin e fjalës La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ku me këtë shqiptim njeriu dëshiron t'i bashkangjitet radhave të muslimanëve, automatikisht ka bon kontrat mes atij dhe Allahut Azza wa Jall. Në veçanti kur të bëhet apo kur është fjala për një kontrat që e vetëma kontrat që ka mundësi njeriu ta shpëton në ahiret. E vetëma kontrat nëse nuk dështon deri në frimarjet e fundit, a që ti pranon Allahu Azza wa Jall veprat e mira. Pra mendoj se çdo kontrat që është e rëndësishme, njeriu jep mundin maksimal
që të njihet me rregullat e asaj kontrate, që mos ta thënë do një nën dhe të dështon krejtësisht kontrata, dhe ai që nuk e din gjuhën e kontratës, do të gjeje përkthis ndërmjetësues që do të njihet me çdo fjalë që është shkruar në kontratë. Pra vëllezër të ndershëm, fjala la ilaha illallah është kontratë mes robit dhe Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, është normal gjithashtu nëse thet kontrata të ketë ndëshkime në dunja dhe në ahiret. Çdo kontratë që lidhet në këtë dunja, shkruhet në ta se nëse thet, ai që e thën këtë kontratë e bën këtë dënim. Pra gjithashtu vëllezër të ndershëm, shqiptimin e fjalës la ilaha illallah është një kontratë mes robit dhe Allahut Azza wa Jall, cili është kushti i parë. Dhe përse ne anuam tek dietarët e Ehlisunnetit dhe Xhamatit, të cilët e konsideruan apo e radhitën shqiptimin dhe pohimin e fjalës la ilaha illallah nga kushtet e fjalës la ilaha illallah. Pra vëllezër të ndershëm, kur jemi te kushti i parë, që dietarët e Ehlisunnetit dhe Xhamatit thanë, kushti i parë i fjalës la ilaha illallah është të shqiptohet dhe të pohohet. Të shqiptohet kjo fjalë, ai që ka mundësi të shqipton, pra ai është i aftë që të shqipton, ka kohë për të shqiptu, dhe nuk e shqipton, sipas Ehlisunnetit dhe Xhamatit, që transmeton Ibn Taymija, Ibn Hazmi, transmeton Imam Ajuri në Kitabu Sharia, që ai njeri që ka mundësi të shqipton shahadet dhe ka afat, pra nuk i ven me laqe e vdekjes me njëherë pasi të vendose me hi në islam, dhe nuk e shqipton me dëshirën e ti, ai njeri është jo musliman, është kafir në dunja dhe në ahiret. Kja është besimi e Ehlisunnetit dhe Xhamatit. Do të flasmi pak më detaj, pse është në dunja jo musliman dhe pse është jo musliman në ahiret. Për shkak se Esh'arit dhe Maturidit dhe ata janë që e konsiderojnë jo musliman vetëm dunja, mirë po thojnë, është e mundër që të jetë të Allahu musliman. Besimi e Ehlisunnetit. Pra Ehlisunnetit dhe Xhamati, kur të them, e kemi për qëllim ata që e kanë gjik pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata që i kanë hecë në rrugën e Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit dhe Aliut. Ehlisunne dhe Xhamati janë ata të cilët janë kapën pas sunnetit pejgamberit Allahut, si që i ka porosit Allah dhe si që i ka mësu pejgamberi Allah. Pra ku thamë Ehlisunnetit dhe Xhamati kam për qëllim grupin e shpëtuar dhe palën e ndihmuar, si që ka nërë në hadithet pejgamberit Allah. Pra nëse dëshirojmë të jemi nga palën e ndihmuar dhe grupi shpëtuar, Allahu Azza wa Jall në thot në Kurani Kerim, fe in amenu bimithli ma amentum bihi faqad ihtadaw. Nëse gjenerata që vinë besojnë në atë formë si që keni besu ju, pra kush është për qëllim? Shokët e pejgamberit Allah, tha ata musliman që vinë gjenerat pas gjenerat, nëse ata rregullojnë çështjen e besimit, besojnë si që ka besu Ebu Bekr, besojnë si që ka besu Omer, besojnë si që ka besu shokët e pejgamberit Allah,
garon se Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim faqad ihtadaw. Këto janë vetëm të udhëzuar. Të vetëmi grup i udhëzuar janë ata që besojnë si çka besu pejgamberi Allahu dhe shokët e pejgamberit Allahu. Pra ne jena të bunë këtë vend që të dojmë kohën e çmuar tonë, që të ndëgjojmë me vëmendje, të besojmë si çka besu pejgamberi Allahu dhe shokët e tij. Në çështjet e besimit, në çështjen e kontratës më madhështore që Allahu Azza wa Jall qiejt dhe tokën krijoi për këtë fjalë. Pra kjo fjalë, vëllezër të ndershëm, me këtë fjalë njeriu hin në Islam, sikur që ati këbiri fillestar me fjalën Allahu Akbar hin në namaz. Mirë po ai që merr të këbir nuk do të thot se e ka kri namazin. Dhe ai cili i shkon në haç, por derisa ta shqiptojë lebejk Allahumma hajjan wa umra, hin në ihram. Hin në ihram kur ta shqipton këtë fjalë, mirë po nuk do të thot se e ka kri haxhin. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye, kushti i parë që njeriu e radhit në radhët e muslimanëve, kalon prej kufrit në Islam, a shqiptimi kësaj fjale. Pse tham na shqiptimi dhe pohimi? Për shkak se vetëm me shqiptu, nëse nuk e ka për qëllim të pohon këtë, do me thonjën e fjales la ilaha illallah, nuk është musliman. Pra njoni tregon për diken të cilën e kanë dëgju, tha isha duke kalu në rrugë dhe njoni thonte la ilaha illallah. Pra ki e shqiptoj. A o bo musliman me këtë? Jo. Pra cilën a kushti cili duhet do e mos gjatë shqiptimit të fjales la ilaha illallah është pohimi. Që ta pohon do me thonjën e fjales la ilaha illallah. Pra do e mos për të radhit në radhët e muslimanëve, gjdo kush i cili vjen pra nesh, e thot shahadetin komplet, do të shovmi pak ma vonë, a mjafton nëse thot Muhammedur Rasulullah, a mjafton nëse thot vetëm la ilaha illallah, a mjafton nëse thot la ilaha illa Rahman, a mjafton nëse thot la rabbe illallah. Pra shqiptime të qera. Do të dhecmi nga dal, do të njoftohemi me të gjithë mendimet e dietarëve të ehli sunnetit që kanë folën këtë tematik. Ajo që është e rëndësishme të dim, vëllezër të ndershëm, pasi që ne mësuam se imani është fjalë dhe vepër. Cila fjalë? Fjala e gjuhës është shahadet, me thonë shahadet, në manirë që njeriu që e shqipton shahadetin e thot dhe ka për qëllim apo së paku i kuptohet të ne se donë t'i radhitët të radhave të atyre që e bojnë shahadetin. Pra nuk mjafton për ata që li transmeton apo vjen jini jo musliman dhe thot çka do me thonë la ilaha illallah. A ka në Islam? Për këtë arsye kuptoj, vëllezër të ndershëm, do ta kuptosh mirë ata sikur kanë dalë disa dietar të cilët dëshirojshin neve dhe titën të na bojnë musliman. Pse? Për shkak se shkruat në kujtimet e tij, në librat e tij, se një herë kishte lexuar Kur'anin. Pra janë ata që se kanë kuptuar realitetin e Islamit. Pra për të qenë musliman, duhet të shqiptoj shahadet, dhe nuk mjafton të shqiptohet, po kur të shqiptohet, duhet të jesh informuar për atë që e thot. Pra ta kupto shahadet. Nëse ven një anglez dhe e thot shahadetin pa e kuptu çka do me thonë fjala shahadet, a është bo musliman? Pra vëllezër të ndershëm, kur t'jena të kjo temë, edhe pse do të flasë në manirë detaje, ma detaje, në kushtin e ditë kur do të flasmi njohja apo dituria që është kusht me kuptu këtë fjalë. Sa duhet me kuptu? Pra dietarët e kanë detalizu dhe kanë thonë, çdo kush i cili e shqipton shahadet dhe ka për qëllim për ta pranu Islamin,
dhe kupton kuptimin e përgjithshëm të shahadetit, ai njeri të ne konsiderohet musliman, pra konsiderohet që ka hyrë në islam. Pse po tham në mënyrë të përgjithshme? Për çka se mos dandale dëni endacak si që janë duke dalë si këpurdhat në kohën e fundit, të cilët njanin për ta konsideru musliman, ja kushtzon edhe mi dit elementet e islamit që Ebu Bekri radiallahu anhu i ka dit. Për të konsideru musliman, do është me dit kufrin mbi tagutin, çfarë lloje në manirë dhe kështu me dalë. Pra ledhë të ndërshëm, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mjaftu fjala la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, çdo kush që e ka shqiptu në manirë, në atë formë, ka ardhur për ta pranuar islamin dhe ka kuptu shahadetin, kuptimin e përgjithshëm, që do të thotë se Allahu Azza wa Jall është i vetmi që meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut i fundit. Pra çdo kush që e shqipton shahadet dhe kufri ati nuk ka qenë në ndonjë aspekt tjetër. Pra si kur me na ardhë një krishter dhe don me kalu në islam, a mjafton ai të shqiptoj shahadetin? Ledhët të ndërshëm, dietarët islam kanë folën këtë tematik dhe kanë thonë, do e mos, ai që Allahu ti ka bon kufër, jo në aspektin e shahadetit, po i ka bon kufër në ndonjë aspekt tjetër, duhet do e mos ai të na tregon apo të na sinjalizohet se ai ka heq dorë nga kufri që ka qenë në ta. Pra ai që krishteri që don me pranu islamin duhet ta thot shahadetin dhe ta pohon se Isai është rob dhe i dërguari Allahu dhe nuk ka gjali Zot. Përse? Për çka se ndoshta njëri e thot shahadetin dhe vazhdon edhe më tej të beson se Isai është gjali Allahu. Ke faktikisht me këtë shahadet s'ka i në islam. Për çka se shahadeti për ta nuk ka mjaftu, ndërsa njëri që ka vend të pranon islam dhe nuk e ka besu se Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguari Allahut, e pastaj Allahu ja zgjeron gjuks dhe vend e shqipton shahadetin, për të e thojnë është e mjaftueshëm shahadeti, për çka se kur ka thonë Muhammedur Rasulullah, faktikisht në ka tregu, në ka sinjalizu se deri gje ku se besojsh në sot pe besoj. Më përjashtim të një grupi që thot Ibn Qayyimi që i thojnë Isawije. Një grupi që i futve thanë, për to me thonë Muhammedur Rasulullah nuk është i mjaftush. Pra me thonë shahadeti, me fjallën Muhammedur Rasulullah nuk është e mjaftush. Tha pse? Tha se grupi që i futve, i jahudive i quajtur Isawije, e pranonin Muhammedin se ape nga merë. Se i patën po fod, vetëm ato thojshin se Muhammedi është pe nga merë vetëm për arabët, vetëm për fëmit e Ismailit a.s. Tha me arë në Isawi, me kalu në islam, me na thonë shahadetin, tha nuk është e mjaftoshme, pse? Deri të heqet dorë nga kufri ati që e ka bon. Dhe me thonë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është i dërguar për këtë njerëzimin, për këtë popojnë, kjo a kufër. Tha me shqiptimin e shahadetit, endes në është bon me dije, se ka heq dorë kipi asaj ajo. Për këtë arsye ai duhet me thonë, pasi ta thonë shahadetin, dhe besoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar për njerëzit dhe gjinët. Për arabët dhe jo arabët, apo diçka e ngjajshme. Pra lejo të ndërshme, të kthehemi në tematikën tonë, të cilën kushti i parë i fjalës la ilaha illallah, shqiptimi dhe pohimi i fjalës la ilaha illallah. Disa dietarë të famshëm
të Ehlisunetit dhe Xhamatit, pra ku t'i shfletoni librat, nuk e gjeni këtë kusht dhe thuni, ndoshta se hoxha na ka pru një kusht 3, pra lehe të ndërsh, që mos të befasoash edhe pse, na kur folem për numrin e kushteve të fjales la ilaha illallah, pse disa 7, pse disa 8, pse të qertë 9, pse disa 4, sqarua. Nuk ka problem nëse përsëritet, për çkak se çdo sen që përsëritet mësohet dhe më mirë. Mirë po ki nuk është një bidat në fe, të gjithë dietarët e Ehlisunetit dhe Xhamatit, përderisa transmeton Ibn Taymija, Imam Nevaviu, Imam Axhuri, Imam Ibn Hazmi dhe të qertë, transmetojnë ixhma, do të thotë, transmetojnë se dietarët kanë ra në ujdi që çdo musliman që dëshiron të hi në islam, do e mos duhet të shqipton shahadet, dhe ai që nuk e shqipton shahadetin, si pas ujdis pajtimit të gjithë dietarëve, të Ehlisunetit dhe Xhamatit, se ai që nuk e shqipton edhe pse ka mundësi të shqipton, nuk është musliman as në dunjo, as në ahiret. Nuk ban molut për ta, për shkak se dhe te Allahu nuk është musliman, ai që nuk e shqipton shahadet. Mirë po parashtrohet pyq, këta dietar që transmetojnë ixhma, pse na kanë numëru kushtin e shqiptimit dhe pohimit një ndër kushtet e fjales la ilaha illallah. A dini përse? Për çka se fjala shahadën, eshhedu en la ilaha illallah, ka thonë nuk mund të parafitirohet pa shqiptim. Fjala eshhedu do të thot e pohoj, e dëshmoj. Tha ki po dëshmi ti pa e nxerë prej gjuhë? A ke po ndonjë dëshmi pa shqiptim? Pra gjusisht, shahadet do të thot shqiptim. Për këtë arsye ata kanë thonë, nuk e shohmi të logjikshme që të thojnë. Prej kushtet të fjales la ilaha illallah, shqiptimi fjales la ilaha illallah. Se faktikisht, kur thojsh dëshmi, dëshmoj se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin, do të thot shqiptim. Dhe janë frikë se po e përsëritin të njëjtën. Si kur me thonë prej rregullave të saktësisë së namazit, është me bo namaz. Po na kur thojmë namazin, do të thot krirja e namaz. Si kur që thojmë prej kushteve të hyrje në islam, pranimi islamit. Pra faktikisht pe pranon. Mirë po edhe pse, unë anoj të mendimi dietarëve që duhet ki kusht të jetë të fjala la ilaha illallah për di arsye. Arsia e parë, si që kemi tregu se lajmet prej anës Allahut, çdo sen që i ka ardhur prej anës Allahut të di pjesë. Një pjesë lajm, e dita pjesë urdhër. Sa i përket lajmit, mund të thojmë dëshmoj për lajmin sa është i saktë. Pra nëse i numërohet pohimi, shqiptimi dhe pohimi, i përshin dhe urdhat e Allahut. Si kur hin tin kontrat me Allahun me gjuhën tonë. Hin kontrat me Allahun azza wa jall me gjuhën tonë. E dita dhe kjo është e rëndësishme, për çkak se disa të cilët ndoshta flasin apo tentojnë të flasin në emën të Ehlisunetit dhe Xhamatit, kanë thonë se shqiptimi i shahadetit nuk është kusht për me qenë të Allahu musliman. Po pse është? Tha vetëm për me ditë ne si me trajtu si musliman. Pra, Esharit dhe Maturidit e thonë se shahadeti, shqiptimi i shahadetit nuk është kusht me qenë musliman të Allah.
Pra pa e shqiptu shahadetin, nëse ka besim në zemër si pas tyre, tha mund të qetë musliman të Allah. Pa atëra pse li për shahadet? Tha për çka se na me dit ata trajtojnë musliman ajo, tha viç për ndonjë na nevojitet shqiptimi shahadet. E na këtyre dhe të ngjajshmeve i tregojmë dhe i thojmë se shqiptimi shahadetit është kusht ndonjë dhe në ahiret. E jo vetëm ndonjë. Pra nëse bjen ki kusht, rënohet shahadet. Nuk vlen shahadeti dhe te Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye mendoj, në veçantin këtë kohën bashkohor, kur njerëzit janë larg besimit, larg informatave të besimit e Ahlisunnetit, kush do e mos dohet të jetë shqiptimi dhe pohimi. Dhe nuk jam unë që e kam qitë këtë bidat, po e kanë pohu dhe dietarët e Ahlisunnetit, të cilët po i do t'i përmendit disa nga ato që e kanë numëru prej kushteve të shahadetit, a shqiptimi fjalës La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Prej dietarët e Ahlisunnetit, Ibn Salahi, Imam Nawawiu, Ibn Hajar Asqalani, El Muallimi, Mejjara Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed El Fasi, është prej fukaave të malikive, Tatani, Muhammed ibn Ibrahim ibn Khalil Tatani, njani prej fukaave të Egjiptit, Ibn Abdul Barri, Abdulatif ibn Hasan al-Sheikhi, Ibn Tejmija, ka transmetu i gjma gjithashtu, Imam Ajuri, Ibn Hazmi dhe të qertë. Pra dhe të ndërshëm të reguam se kushtet e fjales La ilaha illallah, këto dietarët nuk i kanë shpik nga veqe e tyre. Kushtet e fjales La ilaha illallah i kanë zjerë nga Kurani Kerimi dhe sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilat janë argumentet nga Kurani dhe sunneti se shqiptimi i fjalës La ilaha illallah është kusht në dunjë dhe në ahiret. Kur tham dunjë, do të thot, do e mos duhet ta shqipton shahadetin për ta trajtu musliman dunjë, kur thomi në ahiret, do të thot, do e mos duhet ta shqipton në dunjë që t'i sjell dobi shahadetin ahiret. Pra nëse njoni me zemër e ka besu shahadet, ka besu se Allahu është një i cili vetëmi që meriton adhurim, ka besu se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, megjithatë nuk e ka shqiptu shahadet. Pse nuk e ka shqiptu? Ka thonë nuk du të shqiptoj. Ki njeri, a do të shpëton në ahiret? Ki njeri në këtë dunja e dim se nuk trajtohet si musliman. Dhe këtë e kanë thonë dhe murxhiet, pra dhe sharit dhe maturidit. Mirë po a trajtohet e Allahu Azza wa Jall në ahiret musliman. Tek Ahlisunneti dhe xhamati nuk është musliman dhe te Allahu. Pse? Për çka se ai përderisa e ka besu, pse se ka shqiptu? Çfarë pengese ka pas ai që mos ta shqipton? Nëse ka qenë Mehmet, në rregull ka përjashtim. Nëse ka qenë ai i cili po se ja ka zgjeru Allahu gjoksin, ka ardhur me laqa vdekjes, ja ka marrë shpirtin, përjashtohet. Nëse nuk ka prej këtyre të ditë, pra e ka ditë dhe ka kuptu. Dhe si pas ati e ka besu, përse nuk e ka shqiptu. Si kur njani i cili thote du e Abu Bekrin dhe Omerin dhe Uthmanin, e di se janë njerëz më të mirë që kanë ardhur pas pejgamberit Allahut, e di se me të drejti kalafetin e kanë pas, dhe i thuat ati, thuaj radiallahu anhum, Allahu qofti i kënaqur me to, thas than. Pse nuk e thot? Nuk friket për jaskujt. Tha nuk e thot qot inatin e vet. Pra ai që li qon inatin e vet, i përngjet iblisi që e ka qu dhe ai inatin e vet, i cili Allahu kur i tha bani sejdë Ademit, tha unë maj mirë se ai. Ke kriju prej zjarit,
ata e ke kriju prej balte, prej lloçit. Allahu tha, shko i mallkuar, i dëbuar nga rahmeti Allahu. Pra vëllezër të ndershëm, Ehli Sunneti dhe Xhamati këtë vendim nuk e kanë pru prej xhepit dhe vetë, po këtë vendim e kanë pru prej argumenteve të sakta nga Kurani i Kerimi dhe Sunneti i pejgamberit Allahu. Cilat janë argument? One do t'i numëroj, do të ecmi pak më shpejt, për çka kohës, thot Allahu në Kurani i Kerim, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Thot Allahu azza wa jall, ata që i adhuruan pos Allahut azza wa jall nuk kanë mundësi të ndërmjetësojnë për to që i kanë adhuru, për pos atinve që e kanë thonë dëshmin me të vërtet duke dit ata. Illa men shahide bil haq, për pos ato që e kanë thonë dëshmin, e kanë thonë të vërtetën, kanë dëshmu me të vërtet. Çka do me thonë shahide bil haq? E pismi Ibn Abbasin thot, për pos atinve që e kanë thonë shahadetin, duke kuptu çka po thojnë, pra duke e kuptu shahadet, pra si pas këtij ajeti që i ka thonë Ibn Kathiri, se nuk ka ndërmjetësim për ata të cilët nuk e kanë shqiptu shahadetin, për pos atyre që e kanë shqiptu shahadetin. Kush janë ata? Muslimanët. Pra kja argument na tregohet dhe na bëhet e qartë se dëshmia apo shqiptimi i shahadetit është kusht kyç për të fituar ndërmjetësimin në ditën e gjykimit, për të fituar ndërmjetësim për ty apo për të ndërmjetësu për të qertë. Allahu azza wa jall na tregon shumë ajete në Kur'anin e Kerim se në ditën e Kiametit Allahu azza wa jall thot yawma idhin la tanfa'u shafa'a illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Ka thënë ditën e Kiametit e ja ban Allahu të ndaluar. Nuk ja mundson shefaatën, nuk ja mundson ndërmjetësimin, vetëm atyre që Allahu i jep leje dhe ja pëlqen fjalën e tyre. Kush janë ata që Allahu i jep leje? Dhe kush janë ata që Allahu ja pëlqen fjalën e tyre? Janë muslimanët. Cilën fjalë Allahu ja pëlqen? Fjalën la ilaha illallah. Pra kjo është njëri argument nga argumentat e Ehli Sunnetit dhe Xhamatit, se shqiptimi i shahadetit nuk kanë shkollë vetëm dunja, por shqiptimi i shahadetit është dhe në ahiret, se mos me pas qenë shqiptimi i shahadetit kusht dhe në ahiret, dhe ata që nuk e shqiptuan por e besuan do ta kishin meritu shefaatin. Ato s'kan shefat në ahiret për çka se Allahu azza wa jall nuk i trajton si musliman. Kjo është njëri prej argumente. Argumenti i dytë që Allahu azza wa jall thot në Kur'anin e Kerim suratul Baqara, qulu amanna billah, thuani besuam në Allah. E si ka mundësi që me thonë se shqiptimi shahadetit nuk është kusht me thonë, kurse Allahu çka po thot? Thuni. Pra thune shahadet, thuani se besuam në Allahun këtë dhe këtë dhe këtë, pastaj mas këtij ajeti dhët, e atëherë nëse besojnë, ato si që besuat ju, atëherë kanë dalë në rrugën e drejtë. Pra si besuan ata? Thanë, amanna billah, besuam në Allah. A nuk thënë sahabët besuan në Allah? Allahu azza wa jalla tregon në formën e besimit, e pastaj thot dhe gjeneratat pas gjenerat. Nëse besojnë si që besuat ju. Na e pisme Abu Bekri si besove? Tha shahadetit. Si besove ja Omer? Tha e shqiptova shahadetit. Ti Othman? Pra ketë këto e shqiptuan. Pse e shqiptuat? Tha Allahu na tha në Kur'anin e Kerim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Dhe jetët me ra. Tha thuani, besuam në Allahun azza wa jall dhe besuam në atë që na zbritë neve. Dhe Allahu azza wa jall gjithashtu në surat al-Hujurat
na flet për e arabët. Qaletil arabu amanna. Thanë ndacakët besuam. Tha Allahu Azza wa Jall, nuk i tha që nuk është me thonë besimin prej pjesës e imanit. Po çka i tha Allahu? Allahu Azza wa Jall jo drejtua atinve i këshilloi dhe tha, thuani eslemna, thuani besuam, apo u banëm musliman, se ende imani s'ka depërtu në zemrat tuaj. Që të reguam ka khilafi mes Ahlisunetit dhe Xhamatit, mes Imam Bukhariu dhe të qerve, për çka se Imam Bukhariu, Muhammed ibn Nasr Marwaziu dhe të qert i konsiderojnë këto munafik. Vetëm ne mendojmë, siç mendon shumica e Ahlisunetit dhe Xhamatit, se arabët kanë qenë musliman, mirë po ato kanë pretendu se janë në shkallën e ditë të imanit, dhe Allahu Azza wa Jall i ka qortu dhe i ka thonë, thuani, tash keni hi në islam, ende se keni arrit shkallën e dytë. Dhe këtë temë flot Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim dhe të qerë. Pra Allahu Azza wa Jall gjithashtu, arabe i thkata kur thanë, Allahu nuk i qortoi dhe nuk i fajsoi pse thanë, për çka se me thonë shahadetin, apo me thonë se jena musliman, apo me thonë se jena besimtar, a pjesë e imanit. Si shtam shahadet, shqiptimi me pohu këtë është pjesë e imanit, po cila është ai që e qortoi Allahu, Allahu Azza wa Jall deshti atyre me abo me dije, flitni, pohoni, aq sa jini e jo ma lartë se sa jini. Mos pretendoni se jeni në shkallën e ditë për derisa jeni në shkallën e parë. Dhe Allahu ja pohoi dhe tha, kullem tu'minu walakin qulu. Thuani nuk keni besu, po thuani jemi bo musliman. Pra kemi thonë shahadet. Gjashtu, prej argumente të cilët janë bazua Ahlisunneti dhe Xhamati, se shqiptimi shahadetit është i domosdoshëm për të shpëtu në dunja dhe në ahiret, fjallë Allahu Azza wa Jall në suratu Ghafir. Allahu Azza wa Jall tregon për një grup të njerëzve të cilët e shqiptuan shahadetin, mirë po në kohën kur nuk i sjell dobi shqiptimi shahadetit. Pra të dëgjon, thotë Allahu Azza wa Jall, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah. Kur e pon thënë dëshkimin, dënimin tim, Allahu Azza wa Jall thot, kur e pon dënimin, dëshkimin tim, thanë, besuam në Allahun Azza wa Jall një dhe mohuam, wa kafarna bima kunna bihi mushrikin. Dhe heqëm dorë prej gjitha tinve që i banëm shoqë Allahut Azza wa Jall. Allahu i përgjigje këtirve dhe i thot, felem jeku jenfauhum imanuhum, lemma ra'au ba'sana. Tha atyre nuk i sjeli dobi imani, a di pse? Se shqiptuan ja. Tha në regull e shqiptuan. Tha atyre nuk i sjeli dobi besimi, për çka kse e than e shqiptuan shahadetin vonë. Pasi e pa në dënimin Allahu si Firauni, i cili kur hinin deti tha, la ilah, illa ant. Pra Firauni, gjithashtu përpiq të shqipton shahadetin, Allahu i përgjigjet dhe thot, el an, tash. Pse Allahu nuk ja pranon këtë kohë? Për çka se në atë kohë nuk ka vend më gajbi. Atër e shef me lekët e vdekjes, i shef çdo sen realisht, kurse Allahu i ka lavdru besimtar për një çështje. Për çka se thot, alladhina yu'minuna bil ghaib, ato që i gajbin e besojnë. Allahu gajb, melekët gajb, gjinët gajb, pejgambert e Allahut gajb, për neve, por edhe për sahabët e pejgamberit Allahut gajb. Si njeri prezent, mirë po se ai dërguar i Allahut gajb. Kur të vene me lagja e vdekjes del për para, atëre,
përpiqes që të bëjsh pendim apo të pranohet, pranohet. Pse? Si sot Ibn Qayyimi për çkak se në këtë vend nuk ka vend më gajbi. Ka gajbi. Shef çdo se në realitet. E me përshku diçka, kësajne nuk i thohet besim. Për ata besim është kur e beson gajbin, pa e pa. E beson, bindesh në ta, i nështrohesh, vepron me ta. Kja është besim që Allahu Azza wa Jall i ka lavdru besimtarët me këtë cilësi dhe këtë lloj të besimit Allahu e ka dashur. Për ata kur u ul një ditë Ebu Ubejd, transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij. Ebu Ubejd ibn Jarrahin e pyet pejgamberin e Allahut një ditë, ditën e xumo pas namazit xumos. Shkuan në gosti të një sahabi dhe e pyet Ebu Ubejd, thot ja Rasulallah, a ka njerëz më të mirë se na? Të kena besu ditën e parë kur na ki thirr, të kena përkra, kena bën hijret me ti, kena luftu për ta mbrojt këtë din, tha ka dikush më të mirë se na? Ka tha pejgamberi Allahu, tha po. Kush janë ata? Tha ato që vinë pas meje më besojmë pa më po. Ta thunë elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall na mundsoi që ta pranojmë, ta besojmë. Pejgamberin e Allahut sa i dërguari Allahut pa pas kokër dishimi, pra ne jemi në rrugën e drejtë. Je meritojmë këtë medalet pejgamberit Allahut me një kush. Nëse vërtet e besojmë pejgamberin e Allahut pa luhatje, atëre praktikojmë sunetin e pejgamberit Allahut, siç na ka porosit ai, pa e pa pejgamberin e Allahut. Pra vëllezër të ndershëm, këto ishin disa nga argumente që është bazu ehli sunneti dhe xhamati. Nga Kurani i Kerim, nga hadithet e pejgamberit Allahut, se shqiptimi i fjalës la ilaha illallah është kusht, kemi shumë hadith. Na do t'i cekmi vetëm disa nga ato, që mos të del dikush të manipulon me muslimanët dhe të thot se këtë kusht pika e prunët. Pika e prunëm, pra na dinin Allahut e kemi me argumente, se kemi me pralla. Dimi Allahut tash me fakte. Fakte të cilat Allahu ne ka zbrit në Koran dhe ja ka mësu pejgamberit Allahut. Argumente të cilat janë bazuar ehli sunneti dhe xhamati, është hadithi vërtet që e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi, që pejgamberi Allahut tha: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu." Jam urdhëruar që t'i luftoj të gjithë njerëzimin derisa të thojnë, derisa ta shqiptojnë fjalën la ilaha illallah. Tha nëse e shqiptojnë fjalën la ilaha illallah, e kanë të mbrojtur mallin dhe gjakun përpos me hak të islamit. Që thot pejgamberi Allahut, jam urdhëruar derisa ta shqiptojnë shahadet. Imam Kortobiu kur flet këtë hadith thot mos vjen dikush me thon se a pse veç la ilaha illallah mjafton, Muhammedur Rasulullah pika e prunët. Tha se fjala la ilaha illallah me fjalën Muhammedur Rasulullah janë të lidhur njëna me tjetrën. As njëna pa tjetrën nuk ban. Sikur trupi me shpirtin nuk i thohet njeri nëse i mungon njëna prej këtyre të dive. Pra këto të dijet janë të lidhur. Apo prej hakit të islamit është të besojsh se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari Allahut. Kishte argumenti i parë. Argumenti edhe më i fuqishëm që transmeton Imam Buhariu nga Said ibn Musejba Nebi. Ibn Musejbi, ju e dini se a ka qenë dhondri e Ebu Hurejrës. Më i diturit tabiin me hadithet e Ebu Hurejrës, transmeton nga baba i tij, i cili thot: kur i erdhi vdekja e Ebu Talibit, çastet e fundit të Ebu Talibit, na i përshkruajnë dhe thot: erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi Ebu Talibin dhomën e tij, e gjet Ebu Jehlin dhe Abdullah ibn Ebi Umeje ibn Mughira. Dhe pejgamberi Allahut, çka i tha Ebu Talibit? Të parën fjalë që ja tha. Pejgamberi Allahut tha: ja am, qul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha inda Allah,
thuaj që këtë fjalë, për këtë fjalë unë dëshmoj për ti në ditën e kiamet. Mos më baskon shqiptimi i fjalës la ilaha illallah kusht për të shpëtuar në ahiret, çka kish pas nevojë Abu Talibi në frimarjet e fundit me shqiptu shahadet. Mjaftonte? Pejgamberi Allahut i thonte ki ndihmu fen për ata, mushe zemrën me bindje dhe besim dhe shkon në ahiret. Pejgamberi Allahut tha, thuaj fjalën la ilaha illallah. Një fjalë që unë do dëshmoj në favor të tonin ditën e kiamet. Ebu Gjeli Pinaton dhe Abdullah ibn Ebi Umej i thëshin, ja Abu Talib, apelen fejën e babastan. Tha apelen fejën e babastan, ja pra Ebu Gjeli dhe Abdullah ibn Ebi Umej e kuptuan shahadetin ma mirë se na. Që kuptuan? Pejgamberi Allahut nuk i tha leje fejën e baballarëve tu. Tha thuaj, la ilaha illallah, mu Ebu Gjeli e dinte. Se ai që e thot fjalën la ilaha illallah, do e mos duhet të heq dorë nga çdo të adhuruar pa hak. E zotrat që ja patën lon baballarët e Abu Talibit u adhuroshin me të padrejt. Pra ta Ebu Gjeli e dinte se me shqiptu këtë fjalë, radhitët në radhat e muslimanëve, hek dorë prej çdo adhurimi, çdo fest që e kanë lënë baballarët e tyre. Dhe pejgamberi Allahu thoi ke ja am, kul la ilaha illallah, o xhaxha, o xhaim, thuaj këtë fjalë do dëshmoj për ti në ditën e kiamet. Tha frimarjen e fundit tha, për fund fenë e baballarëve. Pejgamberi Allahut nuk është mërzit në jetën e vetë më shumë se këtë ditë. Tha pejgamberi Allahut do të lutë në për ti që Allahu të fale ja Abu Talib, për derisa Allahu Azza wa Jall nuk më ndalon. Allahu Azza wa Jall e zbrita jetën që ndalon pejgamberin Allahu të luten për atë që ka vdek në kufr. Dhe thot Allahu ma kana lin nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Si takon as pejgamberit Allahut, as besimtarve, që të luten që Allahu t'i fali jo besimtar mushrikët, o edhe nëse janë të afërmit e tyre, pasi që është bo e qartë për to, se ato janë banor të zjarit. Pasaj Allahu Azza wa Jall jazbiti gjithashtu pejgamberit Allahu dhe i tha, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ti o Muhammed, s'ke mundësi askend me qitë në rrugën e drejtë, s'ke mundësi kraror dhe në zemrën me asgjeru askujt, s'ke mundësi ti me ullzu askend që donë, po Allahu Azza wa Jall e ullzon atë që donë, dhe e din ma mirë se kush meriton të ullzohet. Pra lejo të ndërsh, kja është një hadith i cili i masakrum prej muslimanëve i cili tërheqët her në thonë, her kiton. Kja është një hadith i keq përdorën në shumë fraksione, grupe të muslimanëve, apo grupeve të devijuar nga rruga e Ahlusunnetit dhe Xhamodit. Të na përshë? Jo po thoni se imani a fjalë dhe vepër. Pejgamberi Allahut i ka thonë Abu Talibit thuaj fjalë, a tha shahadetin, pastaj graj punës tone. Pra ledhët të ndërshëm, për këtë arsye dietarët kanë folën këtë tematik dhe kanë thonë se shahadeti në qastet, në momentet e fundit, i sjell dobi ati që shqipton për derisa ka bindje në zemrën e ti, ka besim zemrën e ti dhe nuk ka kohë për të vepru. Këti i ban dobi. Si që i ka bo dobi besimi atyre, para se Allahu Azza wa Jall me zbrit farzën, para se mu bo farz namaz, para se mu bo farz agjerim, para se mu bo farz e zeqati dhe vepra qera. A i ka sjell dobi atyre në muslimanve që kanë besu dhe s'kanë vepru? I ka sjell dobi. Pse? Për çka se atë ka qenë besim. Pra i sjell dobi fjala e imanit, ai që ka bindje në zemër,
nëse shqipton çastet e vdekjes për shkak se s'ka kohë për të vepru. I sjell dobi. Ai që ka kohë, nuk i sjell dobi. Pa atë pejgamberi Allahut, pse a lipi veç fjalën dhe nuk ja lipi bindjen? Kemi tregu në ligjëratët e kaluar nëse keni qenë prezent këtu. Pse pejgamberi Allahut i kërkoi nga Abu Talibi ta shqipton fjalën, a nuk ja lipi bindjen e cila imani fillon prej zemrës? Për shkak se tham se Abu Talibi nuk kishte dyshim se Allahu Azza wa Jall është i vetmi që meriton adhurimin. A kishte dyshim Abu Talibi se pejgamberi Allahut ishte ai i dërguar i Allahut? Nuk kishte dyshim. Pe Abu Talibi a kishte dashuri ndaj pejgamberit Allahut? Kishte dashuri, kishte dëshirë dini Muhamedit. Pra feja islame të nga dhënjen, vetëm një problem e kishte. Se ne like adetin traditën e baballarëve të vetë. Na pse nuk e praktikojmë sunetin e pejgamberit Allahut? Ku e ke problemi? Ha? A nuk e don pejgamberin Allahut? Turuna zot. Ona për çdo vet ka një mevlut bile dënjerë dhe ka di banki i ka spedu. Pra e dojmë pejgamberin Allahut. Mash problemi se shoqëria për rreth kojshit në këshirin me qetërsi. Ka është problem. Këtë problem e ka pas Abu Talibi, i pari, i madhi, i njerëzve të cilët njerëz ja kanë bo me gisht, atut se po vdes edhe i koritëm, si pas atinve. Atut se njerëzit pelon pas dore, i ka atut shoqëris, adetë, për ata Ibn Kajmi thot, ajde më tregoni kush ka qenë armiku ma i madhi për nga merve. Njoni tha Iblis, jo. Kush kanë qenë armikat më të mëdhenj të pejgamberëve? Adetët. Na kalon babajon çështu për vazhdojmë. Këtë probleme ka pas Abu Xheli, këtë probleme ka pas Abu Lebi, këtë probleme Abu Talibi. Pra Abu Talibi e ka ditë se pejgamberi Allahut është në hak. E ka dasht, e ka ndihmu, ka sakrifiku, në xhenem ka shku. Pse? S'ka dash me aprit baballarën. Baba më kalon çati po rri. Thotë Allahu Azza wa Jalla, edhe nëse baba jot ka qenë gjahil ignorant, ka thënë baba gjahil pa gjahil qati. Ka thonë edhe nëse të parë tu s'kan qenë të informuar, edhe pse atinve s'ju ka arë ki dajet dhe ki kjo mirësi, ta edhe. Këtu ka qenë arsia e mushrikëve Allahu na ruaj. Pra Allahu të ndërshëm, për këtë arsie pejgamberi Allahut masi duhet në zemrët tona ma shumë. Kena dëshirë këtë përmenat pejgamberi Allahut në reqethet kimat e flogëve. Atëre përse suneti pejgamberit Allahut mos të jeti pranuar? Përse mos të praktikot? Suneti pejgamberit Allahut të tërprosh? Të tërprosh për njerëzve, nuk tërprosh për Allahut. Të tërprosh për njerëzve, nuk tërprosh. Në ditën e kiametit pejgamberit Allahut, që do të dëbosh nga bazenti ti Allahu na ruaj, pse? Për çka se pejgamberi Allahut çajti për ti, pejgamberi Allahut u lut për ti, pejgamberi Allahut lutën ditën e kiametit për ti, ama melekët nuk të lejojnë të afrohesh te pejgamberi Allahut. Pse? Tha innaka la tadri madha ahdathu ba'dak. O Muhammed, o ti që derë dhe lot për këtë umat, o pejgamberi Allahut që udhimte për këtë umat, o pejgamberi Allahut që u përmallove për umetin tanë, mi pati umetin tanë e kanë lonë rrugën tonë, janë alergjik ndaj sunetit tanë, nuk e praktikojnë urdhin tanë. Pejgamberi Allahut i dëshpruan ditën e kiametit do t'i thotë, fa qulu lahum suhkan, suhkan, suhka. Tham largomni ata të cilët më ndryshuan sunetin tim pas meje. Pejgamberi Allahut e Abu Ubeida ibn Jarrahit i thojke janë më të mirë ato që mbesojnë, pa dhe veprojnë, ndërsa ne jena ata të cilët besuan mirë po, sikur më konë dishim vërtet, ka thonë pejgamberi ajo. Sikur me pas dishim se ana ma mirë baba jem, apo pejgamberi Allahut. Sikur me pas dishim a o gjallart, apo pejgamberi Allahut. A diskutohen këtë temë? Ja pra Ebu Hanife, rahimahullah, ai që e dashti sunetin e pejgamberit Allahut,
duke shku në haxh e pyeti njoni dhe tha, ja Eba Hanife, a ban me hi një ihram me teshën? Bat fjalë për ata që s'ka ihram. Tha jo. Transmeton njoni, tregon Ebu Hanife, thot ja imam, kam dëgjum transmeton filoni dhe filoni dhe filoni, ka thonë pejgamberi Allahut, ai që s'ka ihram, s'ka tesha, ban me hi një ihram me ato tesha. Pyetsi, thot Ebu Hanife, si Ebu Hanife çka po thu? Thot runa zot, cila tok në ma, cila që jell në strehon, nëse Ebu Hanifja ka mendim, pas mendimit pejgamberit Allahut. A guxon dikush me fol pas pejgamberit Allahut? A ka të drejt dikush të ngritë të thot, ka thonë pejgamberi Allahut dhe unë po tham, ja ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. O, ju që i keni radhit vetën, në radhat e muslimanëve, i keni thonë vetën se besojmë, mos dilni para Allahut dhe para pejgamberit Allahut, që dilët para Allahut dhe para pejgamberit Allahut, dilët para Allahut dhe para pejgamberit Allahut, nëse jep mendim në fe, pa argument pa thonë Allahut dhe pejgamberit. Pra ta Ebu Hanifja rahimahullah tha, unë po vdes po ndana, ja pra se pata në fakën, të jetoj, që hadithin e pejgamberit Allahut ta shof me një vend të buar në për libra, tha po jaloni emanet. O, ju që pretendoni që jeni me dhebin Hanefi, po jalothani emanet. Ku ta gjeni hadithin e vërtet, unë jam qati. Tha nëse has një hadith të vërtet, që e ka bo pejgamberi Allahut, men në fjallën time, nëse kundështot me hadithin e pejgamberit Allahut, më shodjen i murit, men në hadithin e pejgamberit Allahut, tha se kua pejgamberi Allahut, ka qef më kon Ebu Hanifja. O ju dashamir të Ebu Hanifës, a kini qef më kon mas Ebu Hanifës, kua është pejgamberi Allahut? Ja pra Ebu Hanifja në la emanetin, pra ata dhe ne i duhem të jemi, pre atinve të cilët e praktikojmë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra inshallah dhe ndersin e arshëm, do të flasmi për ata të cilët e panë se shqiptimi i fjales la ilaha illallah, a kusht prej fjalëve la ilaha illallah, mirë po e ka bu në rrugën, kur ata mjaftuan vetëm me shqiptim. Dhe këto janë gullatul murgjih, murgjiet ekstrem që i thuan el karramijah, të cilët ndikuan, e banën punën e vetë, dhe e patën pasoja dhe ndikimin e tyre, dhe në mesin e disave të ehli sunnetit dhe xhamatit. Për këtë arsye lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na zgjeron gjokset, të na dashuron këtë fjalë, që ta shqiptojmë sa më shpesh këtë fjalë, ta kuptojmë këtë fjalë, të veprojmë me këtë fjalë, me shpresë që të ndami prej kësaj dunjoje me këtë fjalë, ku kjo fjalë do të na sjellë dobi ditën e vetmis në varr, dhe kur dalmi para Allahut azza wa jall, që ta bojmë këtë fjalë, siç tha pejgamberi Allahu, çelësi i xhennetit është fjala la ilaha illallah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.